Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Dosja për Belinda Ballukun, zëvendës kryeministrin e qeverisë Edi Rama, e publikuar dje ka shkaktuar vërtet jo thjesht një interes, por ka shkaktuar një tërmet në të gjitha qarqet. Por çfarë është kjo dosje? Çfarë përmban ajo? Për diskutuar për pasazhet që kanë dalë dje në shumë, pothuajse në shumicën e mediave në Tiranë, unë kam zgjedhur të zhvilloj një bisedë me një gazetar që paktën këto 2 ditë është treguar shumë i saktë në ato që ka deklaruar dhe që ka komentuar, mbështetur sigurisht në këtë dosje. Kujtim Topuzit, zëvendës kryedaktor i Report TV, kam kënaqësinë ta kem në emisionin tim Dekalog. Kujtim, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësia ime. Faleminderit që pranove për ftesën. Kujtim, si një gazetar që e ke ndjekur këtë çështje dhe ke informacionet e dura, e para që publiku besoj që është interesuar është si rodhi kjo dosje, si ranë dorë të gjithë gazetarëve të mundshëm që ka Shqipëria. Tani, ne e dim, zoti Qafoku, që zakonisht dosjet hetimore përgjithsisht rrjedhin nga avokatët të pandeurve në rastin konkret, sepse kemi të bëjmë vetëm me një dosje komunikimi akuze. Tani, zakonisht gazetarët nuk është se e tregojnë burimin e tyre, por interesante në këtë aspekt është fakti që ka rrjedhur vetëm njëra prej komunikimeve të akuzave. Kuptohet që të 6 të pandeurit kanë marrë nga një komunikim akuze veçmas dhe normalisht edhe materiali brenda, edhe pse faktet ato janë, përgjithsisht është i njëjtë, por që ka ato specifikat e veta, emrin, ndonjë detaj tjetër nga dosja hetimore, dhe në rastin konkret të gjithë gazetarët, të paktën atë që kemi parë të publikuar, kanë marrë vetëm njoftimin e akuzës për njërën prej të pandeurave që është njëra prej zonjave që ka qenë anëtare e Komisionit Vlerësimit të Ofertave në tenderin e dytë. Bëhet fjalë për zonjën, mos gaboj se unë e kam këtu. Mirzeta, po. Po, është komunikimi akuzës i asaj zonjës, po kuptohet që bëhet fjalë për Mirzeta Kashnica, por kuptohet që komunikimi akuzës në raste konkrete, sidomos kur kemi të bëjmë me një vepër penale të njëjtë për të gjithë pandeurit, kuptohet që materialet janë të ngjashme, por që burime nga sfakt të gazetarëve bëjmë me dije që në fakt dosjet komunikimi akuzës për zonjën Balluku dhe për zotin Berberi janë më voluminoze se për 4 pandeurit e tjerë. Okej, kujtim, të sqarojmë, domethënë, për gjithë ata që na ndjekin, të jemi një çik të qartë. Kjo është një kërkesë e prokurorisë për në gjykat për zonjën Mirzeta Kashnica, e cila mban detyrën e Tani, zonja Kashnica, në fakt, që të mos e përqendrojmë bisedën tek zonja Kashnica, për arsye sepse kjo dokumenti, në fakt, në 45 faqeshin e vet, flet vetëm për komunikimet e zonjës Balluku me zotin Berberi, që do të thotë që provat janë të njëjta që do të ishin edhe në komunikimin e akuzës. Dokumenti që ka rrjedhur është thjesht një procedurë e sfakut që njofton të pandeurit, njofton zyrtarisht për akuzën, marrjen të pandeur personat e dyshuar në një vepër kriminale, dhe në rastin konkret 6 të pandeurit për çështjen e tenderit të Llogaras, të tunelit të Llogaras. Dokumenti është njoftim akuze dhe është i njëjtë pothuajse për të gjithë. Vetëm për zonjën Balluku dhe për zotin Berberi, detajet janë edhe më të mëdha dhe dosja është edhe më voluminoze. Okej, ti je shumë i saktë kjo, po ne, domethënë ajo që ka rrjedhur është që dosja është marrë nga pikërisht për Mirzeta Kashnica. Mirzeta Kashnica, çfarë detyre ka pasur? Ka qenë anëtare e Komisionit Vlerësimit të Ofertave. Dhe çështja tani ka shkuar në gjykat për këtë apo jo? Jo, bëhet fjalë kërkesa vetëm.
Bëhet fjalë, dosja është në hetim paraprak, nuk ka shkuar në gjykatë. Ajo që ka ndodhur është një moment procedural gjatë hetimeve, kur të dyshuarit për veprën kriminale njoftohen zyrtarisht për regjistrimin e emrit të tyre në regjistrin e veprave penale dhe për marrjen të pandehur. Në rastin konkret, SPAK thjesht ka marrë të pandehur, nuk e ka dorëzuar ende dosje në gjykatë, pritet të hetohet, madje këtu mund të them edhe që një detaj interesant që është tek dosja, që ka të bëjë me faktin që vetë SPAK, vetë prokurori i SPAK Dritan Prençi e evidenton dhe thotë që ne jemi të detyruar në thonjza që ta komunikojmë akuzën tani, për shkak sepse bëhet fjalë për një akuzë, shkelja e barazisë në tendera, bëhet fjalë për një akuzë që parashkruhet për 5 vite dhe duke qenë se kemi të bëjmë me veprimet e krimit e veprës kriminale të dyshuar që ka ndodhur në fund të 2020-s dhe në fillim 2021-shit dhe 5 vite ishte në limitet e parashkrimit dhe prokurori thotë që ne e kemi ngritur këtë akuzë për arsye sepse që të parandalojmë parashkrimin, por hetimet do vazhdojnë dhe normalisht në raste të tilla edhe mund të rikualifikohet akuza derisa të shkojë në gjykatë. Do të them për gjithë ata që na ndjekin kujtim se ne dy i kuptojmë këto, por duhet ta thjeshtojmë. Zonja Belinda Balluku ndaj e saj është nisur hetimi dhe është marrë pandehur pikërisht mbi bazën e materialeve për antarët e Komisionit të vlerësimit të ofertave. Zonja Balluku është marrë pandehur në bazë të komunikimeve që janë gjetur në celularin e njërit prej vartësve të saj dhe duket që ka qenë edhe Vis Berberit, i cili fillimisht ka qenë antar i Komisionit vlerësimit të ofertave në tenderin e parë, më pas është bërë kryetari Autoritetit Rrugor Shqiptar, drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe ka qenë edhe në Komisionin vlerësimit të ofertave në tenderin e dytë. Komunikimet e zonjës Balluku i përkasin periudhës fund 2020 dhe pastaj gjatë gjithë, pothuajse gjatë gjithë vitit 2021, janë komunikime personale në një aplikacion Signal që në atë kohë po pra, tani ma shpjegot lutem pak aplikacionin Signal. Po, tani është një aplikacion që përgjithsisht ju duhet ta dini, përgjithsisht përdorej kështu në politikën shqiptare apo kur komunikimi do duhet ishte i fshehtë dhe i padekriptueshëm, por në rastin konkret kjo është e pakonfirmuar, por ka informacione që zoti Berberi i ruante mesazhet, edhe pse komunikimi ishte në këtë aplikacionin i cili është i papërgjueshëm, i ruante mesazhet dhe pastaj kur SPAK i ka sekuestruar telefonat, një BlackBerry në rastin konkret, kur i ka sekuestruar telefonat në kuadër të një procedimi tjetër penal, i ka zbuluar mesazhet që kanë bërë të mundur këtë hetim. Do me thënë, zoti Berberi ka pasur një celular BlackBerry dhe këtë nga ato zing kështu se kam pas vetë nga ato manaferrat e zeza. Po, nga ato që tani nuk funksionojnë më. Jo, nuk kam më tani nga ato, se unë e kam kështu relike, se kam mbajt kujtim. Do me thënë, a i komunikonte me atë? Po, komunikonte telefonin. Po si ruante, se këtë se kuptojnë, si ruante, mos i bënde screenshot? Po, informacionet këto janë që a i ruante mesazhet dhe madje ja dërgonte edhe bashkëshortes e tij. Pyetja ime është kështu, pse i ruante mesazhet? Tani këtë do duhet me pyet zotin Berberi, po mbase mendonte që kontenti atyre mesazheve do ishte mirë të ruhej, mbase edhe për të mbrojtur veten më vonë, nuk e dim këtë. Tani, me këto mesazhe ai e mbron veten apo e dobëson pozitën juridike? Tani në syrin e ligjit dhe të prokurorisë e bën bashkëpunëtor nëse këto akuza do vërtetohen deri në gjykatë pastaj. Tani, dhe një element tjetër. Zonja Balluku, e gjithë kjo dosje, se unë do të lexoj disa pasazhe, lidhet me dy shifra që t'ja bëjnë të thjeshtë atyre që na ndjekin. Tenderi i parë që e ka fituar firma Gjoka dhe është anulluar me 140 milion euro. Dhe tenderi i dytë, firma turke, me 190 milion euro. Tani, është, po, do më thënë, shifrat përafërsisht janë këto. Plus minus pasaj, po,
të rrumbullakosura. Varet nga kursi, po bëhet fjalë për një diferencë prej 30 milion eurosh në fakt. Jo 40. Po, 30-40 milion euro që varet nga kursi. Mirë, okej, 30, do të thënë, për të gjithë ata që na ndjekin, veprimi i parë, 1, tenderin e fitoi firma Gjoka dhe kjo u anullua me 140 milion euro. 2, tenderin e dytë e fitoi firma turke, si quhet firma turke, kemi të saktë? Intercar është një bashkëpunim, një konsorcium kompanish e fitoi firma turke me 190 milion euro. Kjo firmë turke tani nën kontrakton, pikërisht merr nën kontraktor, që është e drejtë e saj, po merr pikërisht firmën Gjoka, e cila i ishte anulluar tenderi me 140 milion euro. Kjo është fabula? Tani, fabula për cilën është folur edhe më herët, para se të dilte dosja aktuale e prokurorisë së posaçme, ka qenë e tillë që në tenderin e parë firma Gjoka ka ofertuar 140 milion euro për të ndërtuar tunelin e Llogaras. Ai tender është prishur, nuk ka pasur një fitues de facto ose juridik, nuk ka pasur një vendimarrje që Gjoka ka qenë fitues, por ai kishte ofertën më të mirë dhe të gjitha gjasat të çonin që do ta fitonte firma Gjoka. Tenderi është anulluar, siç duket edhe nga dosja që ka dalë tashmë nga Spaku në hetimin për Ballukun, me ndërhyrjen e ministres. Ministrja madje në një moment duhet ta anulloni urgjent. Ai tender është anulluar dhe është i hapur tenderi tjetër. Fondi limit pothuajse ka qenë i njëjtë, bëhet fjalë diku te rreth 190 milion euro me kursin e sotëm, edhe në rastin e parë dhe në rastin e dytë, por konsorciumi i dy kompanive turke ka ofruar, e ka fituar tenderin me rreth 170 milion euro. Dhe diferenca ka qenë e tillë, ndërkohë që më pas është nën kontraktuar, po firma Gjoka, ajo që logjikisht ishte në proces për ta fituar tenderin e parë dhe ajo praktikisht e ka ndërtuar tunelin, ajo e ka përfunduar. Tani lexojmë disa pasazhe dhe doja komentin tënd që janë komprometuese dhe janë edhe ato pjesa më e rëndësishme e dosjes. Pjesa e parë lidhet me një moment, ti besoj e ke të qartë se duhet ta kesh dosjen aty, besoj në celular. Momenti kur në datën 23/5/21 në orën 11:30 shtetësja Belinda Balluku i dërgon në shtetësit Ervis Berberi mesazhin: kur do ta hapësh llogaran se plasa. Në orën 22:52 Ervis Berberi deklaron: kur të miratoj Rejda formatin DST të reja në përputhje me ndryshimet e EVKM, se varianti ynë s'ka DST tip, s'të ka thënë gjë Arta, se i kam thënë që para 10 ditësh që nuk publikojmë do gjë pa DST, po me sa di as VKM-ja nuk është miratuar. Tani, ky kujtim, do të thënë çfarë është për ty? Tani, ky komunikim, siç edhe ju e thatë, bëhet fjalë për datën 23 maj 2021, është gati 2 muaj pasi është anulluar tenderi i parë, dhe po pritej hapja e tenderit të dytë. Sigurisht në rastin konkret ato janë disa procedura. Do të thënë, më fal, kur thot këtu do hapësh llogaran, do hapësh tenderin, jo. Po. Jo puna. Këtu është komunikimi për tenderin, sepse tenderi do edhe disa muaj të tjerë derisa të shpallet fitues kompanitë turke. Në rastin konkret, ministrja i kërkon varësit të saj kur do hapet tenderi i ri i Llogaras, sepse ato i tunelit Llogaras, ata e kishin diskutuar në komunikimet të mëparshme, kishin diskutuar që tenderi i ri duhet hapej sa më shpejt edhe që të mos të digjnin afatet ankimimit për tenderin e parë, të paktën kështu nënkuptohet nga bisedat, dhe ky komunikimi i zonjës Balluku bëhet fjalë për hapjen e tenderit të ri, jo për fillimin e punimeve. Punimet do nisin disa muaj, domethënë fituesi i ndërtimit të tunelit Llogaras do të jetë disa muaj më vonë, që ne besoj do ta cekim. Vazhdon mesazhi, që është një marrëdhënie kështu personale pasaj, shoqërore, i dashur Visi, marrëdhënia jon ka kaluar ups and downs,
shumë herë, por e rëndësishme është që unë ty të konsideroj një nga personat më të afër, ndryshe nga herët e tjera këtë herë, po t'ja diçka nga e cila varet e ardhmja ime e jotja dhe shumë të tjerëve që ndodhen për qark nesh. Në rast se do dështoj në këtë detyrë të re, të siguroj që do ishte një goditje e madhe për mua dhe dështimi ka të bëjë me punët, deadlines-et dhe deri tek marrëdhëniet me njerëzit dhe fjalët që do qarkullojnë. Dua të marrësh shumë seriozisht, dua të reflektosh mbi të dhe hëna të jetë një stage i ri i jetës tënde profesionale. Hermetizëm, asnjë takim, asnjë premtim të jesh prezent në çdo kantier, të mos marrësh vendime pa konsultim, mos më zhgënje, të gëzosh sapo e more emërimin. Tani, kujtim, kam diçka këtu. Okej, do thënë, ky komunikim që normalisht duhet ishte në zyrë, duhet ishte face to face, nuk është etik në kuptimin formal se si një ministre funksionon me varësin e saj, por në aspektin këtu është korrektu, nuk shikoj në i gabim që, se i thot që je porosi që duhet jemi korrekt dhe duhet ta marrë shumë seriozisht. Këtu s'ka në i gabim. Cili është komenti yt? Mirë, thjesht fakti që ministrja e informon varësin e saj në rastin konkret zotin Berberi që do emërohej drejtori Autoritetit Rrugor Shqiptar përmes një mesazhi okej, në përmbajtjen e vet mesazhi nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme komprometuese, edhe pse ato tokfjalçet vendoset e ardhmja ime, vendoset e ardhmja jote, vendoset e ardhmja e shumë njerëzve që ne kemi rreth e qartë. Në aspektin politik mund ta komentosh, por në aspektin po themi juridik s'ka këtu në gabim. E drejtë është, s'pak mendoj unë që e ka futur këtë mesazh në dosje, edhe për treguar një lloj konstanteje marrëdhënieje mes ministres edhe Berberit. Kujtojmë se këtu zoti Berberi emërohet drejtori Autoritetit Rrugor Shqiptar. Po, emërohet dhe më fal, në 15:03 minuta, domethënë direkt mas kësaj, Berberi shkruan: "Faleminderit, më ke vlerësuar gjithmonë më shumë se e kam pasur mundësi ta kthej. Nuk do të zgënjer përkundrazi." Edhe kjo në një farë mënyre nuk ka ndonjë problem juridik, e kam fjalën. Tani, thash, zakonisht, SPAK, përveç se normalisht provave të cilat i vendos, provave që prokuroria i konsideron të tilla, në rastin konkret ato janë indicie, kujtojmë që jemi në proces të hetimeve paraprake dhe ende nuk ka një akuzë zyrtare e cila do të shkojë në gjykat. Ka një akuzë si e dyshuar, si e pandehur, por nuk ka ende një vendimarrje gjykate. Kujtojmë se SPAK për këtë çështje nuk ka kërkuar as në gjykat nuk ka shkuar as në gjykat për të kërkuar masa sigurie. Për mendimin tim, komunikimi është futur nga SPAK aty për të treguar një lloj konstante e marrëdhënie mes Ballukut dhe zotit Berberi. Zoti Berberi, kujtojmë se është emëruar drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar vetëm disa ditë para se të rihapej tenderi i tunelit të Llogaras, i cili është rihapur në qershor dhe emërimin ai e ka marrë me datën 31 maj që nën kupton 2 ose 3 ditë pasi ka marrë këtë mesazh. Jo, dakor, 2 ose 3 ditë para se të marrë këtë mesazh, po unë dua të gjej ato problemet juridike kujtima, më kupton, domethënë po mua s'më duket kjo. Okej, vazhdojmë me tej. Është momenti ku rezultojnë që shtetësasi turk Ayhan Altun, inxhinier i shoqërisë Intercar japi turizëm elektrik Insat etj. Ka hyrë në territorin e Republikës Shqipërisë, thot, në datën 24 teti zonja Balluku i dërgon shtetasit Erviz Berberi mesazhet: "Fola me artën Turqit Gjekundi. Nesër 11 takim dhe aktivizojmë atë që takuam të premten. Në orën 14:13 Erviz Berberi. Okej, po fola unë i thash të shkruaj. Po, fola unë i thash të shkruaj. Belinda Balluku, ore këta nuk qenë nga në Tiranë. Berberi Turqit, Balluku, po ata se për kë po flasim. Berberi, vazhdojmë me të premten. Balluku, do presim deri nesër. Okej, takohemi, do të thënë nesër. Po këtu? Tani, këtu për mendimin tim janë ato momentet
që SPAK i jep në dosje dhe që kompromentojnë më shumë këtë procesin e tenderit të tunelit Llogaras. Bëhet fjalë që ministrja komunikon me varësin e saj, me zotin Berberi, për të lënë një takim me turqit, në rastin konkret përfaqësuesit e kompanive, të cilat kishin aplikuar, ishin konkurrente me disa kompani të tjera për të fituar tenderin. Dhe normalisht një komunikim i tillë e kompromenton tenderin për arsye sepse personat të cilët do t'jepnin do vlerësonin ofertat kanë komunikime me njërin prej konkurrentëve, jo vetëm komunikime, por edhe takime. Unë nuk e di nëse ju e keni të parashikuar apo jo, por aty ka edhe një mesazh që turqit i kanë dërguar zonjës Balluku, e cila ja dërgon Berberit një mesazh ku turqit thonin që ne jemi në 95% të përgatitjes së dokumenteve, i kemi gati dhe këtë mesazh Balluku ja çon Berberit. Duket një lloj komunikimi i cili të bën të paktën të dyshosh, SPAK-u e paraqet aty si provë që ka një tentativë që të paracaktohej që në fillim se kush do ishte fituesi i këtij tenderi, duke bërë atë totalisht të manipuluar. Do me thënë kujtim, sipas teje, është antiligjore komunikimi që bën zonja Balluku dhe zoti Berberi me një nga firmat që është garuese për tenderin. Jo, këto janë të përcaktuara qartë në ligjet dhe në rregullat e prokurimit. Ky është gabim juridik. Po, sigurisht, po janë të përcaktuar. Tani, kalojmë poshtë. Personat që do vendosin se cili do jetë fituesi një tenderi, sigurisht mund të kenë kontakte me... Okej. Jo, je korrekt. Më poshtë është kjo që ti the, e vis Berberi, se s'bën po mos na hidhe në fyt pala tjetër, si fillim ta shtym që t'i japim kohë vetes. Në orën 9:29 Belinda Balluku, nesër në tek te unë përballë me zyrën time. Pra është kjo që ju thatë. Tani, në lidhje me vlerësimin e VNE, ka rezultuar komunikimi në aplikacionin Single Private Messenger, nëpërmjet shtetasve Belinda Balluku dhe Vis Berberi si poshtë. Pra, këta nuk komunikonin as në WhatsApp, as me mesazhe, as në Viber, por është një aplikacion që e kanë pasur vetëm këta, domethënë komunikimi direkt i tyre. Po, është një aplikacion, kush e ka përdorur më herët e di që është një aplikacion që nuk është personale, ishte një aplikacion si WhatsApp-i, nëse mund ta themi kështu, por që ishte i papërgjushëm dhe është besimi që mesazhet ishin të parikuperueshme dhe biseda do të mbetej private dhe pa u marrë vesh nga asnjë prej autoriteteve, ta themi kështu. Vetëm ajo që e kanë, domethënë SPAK-u nuk ka bërë përgjime, nuk ka përgjuar as Berberin as zonjën Balluku. Jo, SPAK-u në 2024 ka analizuar telefonin BlackBerry të zotit e Vis Berberi dhe ka zbuluar këto biseda, këto komunikime. Okej, tani shtetasi Berberi dërgon shtetasit Belinda Balluku mesazhin, për pak nxjerr tunelin. Në orën 10:53 Belinda Balluku prit dhe pak, 10:53 Vis Berberi për tunel në orën 10:54 Belinda Balluku po prit ti çoj fjalën atij nuk po e pretik, nuk po e them fjalën, që kërcënon me SMS. Kush është ky që kërcënon me S dhe që i thon K? Jo, dosja nuk e nxjerr këtë. Nuk e dim kush është, mbase është ndonjëri prej konkurrentëve, mbase është dikush tjetër, nuk e di, por dosja nuk e nxjerr. Siç nga konteksti i bisedës duket që ministri në rastin konkret ka detyrimin që ta njoftojë këtë personin prakisht para se të njoftohet fituesi i tenderit, sepse bëhet fjalë që Berberi i thot ministres që unë e kam gati, do më duhet ta njoftoj fituesin e tenderit, dhe Balluku i thot që jo, prit se do duhet të njoftoj këtë personazhin tjetër më herët. Do të thënë, politikan, biznesmen apo zyrtar? Nuk dim, nuk mund ta themi këtë, në dosje nuk interpretohet fare. Kjo përveç se jepet biseda në mënyrë biseda integrale siç është bërë. Okej. Vijoj më poshtë, shtetase Valbona Pepa i dërgon shtetase Jetmira Dervishi mesazhet. Shoqja kush fitoi, u shpall fituesit turku me gjokën. Pastaj, më fal, një pyetje kam, sa konkurrent ishin?
Tani, në tender kanë qenë 5 oferta, nëse nuk gaboj 5 ose 6 oferta të bëra që kanë qenë edhe bashkim kompanish. Ndërsa për rastin konkret, në qoftë se po më pyet për këtë bisedën, ajo që është interesante në këtë bisedë, kjo duhet jetë bërë, jo duhet jetë bërë, por është bërë në datë 1 tetor, 1 tetor 2021. Po, 1 tetor kur edhe janë vlerësuar oferta dhe tashmë është gati për të shpallur fituesi. Dhe komunikimi I zonjave të cilat janë punonjëse në Ministrinë e Infrastrukturës tregon diçka, fitoi Turku dhe Gjoka. Tani pyetja ime në rastin konkret është, aty fituan 2 kompani turke, Gjoka është nën kontraktuar më vonë. Nga e dinin specialistet apo zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës, kompania e Gjoka do nën kontraktoj nga kompani turke. Këtu. Do të thënë ti ke kapur fiks atë, nuk të ftova kotun ty. Do të thënë, Turku me Gjokën e kompromenton komplet çështjen. Tani, unë nuk e di, thash... Ke shumë drejt. Tani u qartësova. Pra ta që na ndjekin kujtim, biseda këtu që kush e fitoi, u shpall fituesi Turku me Gjokën, ka një kompromitim sepse fituesi është Turku, po ku e dini këta që do kontraktonte Gjokën, e cila firma e cila ishte anulluar erën e parë, tendri erën e parë. Kjo është. Dhe nuk ishte konkurrente në tenderin e dytë. Dhe nuk ishte konkurrente me tenderin e dytë dhe ku është kjo? Tani, thot djala vajz drejt të hënën OU. Do të thënë kujtim, kur thon djala vajz, djalë është fitoi ajo që duam ne dhe vajz ajo që duam ne? Ne në Shqip, djala vajz e themi në këtë idenë, fitore apo jo. Fitore është djali. Po, sukses apo jo. Dhe duke patur parasysh dhe traditën tonë, kur bëhet fjalë djalë, do të thotë që arritëm me sukses. Po mirë, si ja bëjnë ata kujtim që kanë vajza? Ato sigurisht në rastin konkret ne po flasim për një klishe shprehje frazeologjike, por që sigurisht që edhe vajzat janë sukses I madh. Tani këtu thot mos bëj dhe kompetenten, pastaj Jetmira Dervishi do flasim të hënën, ciao, si ta dish që qëndron puna, po pra që kemi. Okej, e kalojmë këtë, te tjetra tani. Është I lutem regjia te atë sliding 4, në aktet e administruar rezulton se operatori ekonomik, bashkimi operatorëve ekonomik, Interkari API, Turizm Elektrik e tjera, pra firma turke, shpall fitues në kundërshtim me kriteret e sipërcituara të vendosura në dokumente standarde të tendrit. Kjo ka ndodhur në sajt të veprimeve të kundërligjshme të shtetasve Belinda Balluku në cilësinë e ministrit të infrastrukturës dhe energjisë në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, shtetat si Eviz Berberi, Gentian Gjyli, Eral Delezi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica. Veprime këto në kundërshtim me ligjin 162/2020 për prokurimin publik të VKM-s dhe tjera për miratimin e rregullore të prokurimit publik. Pyetje, ç'lidhje ka ministria kujtim me tenderin? Me atë që di unë, nuk është e përfshirë diku ministria me tenderin? Po, ministria, ajo që ka bërë ministria, që në fillim ja ka deleguar kompetencën e trajtimit të tenderit në rastin e parë, por edhe në rastin tjetër, sekretarit të përgjithshëm, të paktën ky është citim duke I qëndruar besnik asaj që thot Spaku. Spaku thot që Ministria e Infrastrukturës, edhe pse ja kishte deleguar procedurat e tenderit sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, nuk kanë ndërhyrë gjatë gjithë kohës që prej nisjes së procedurave, shpalljes së kritereve dhe hap pas hapi deri në shpalljen e fituesit, ka qenë në kontakt, ka ndërhyrë, ka qenë interesuar, duke komunikuar me anëtarët e Komisionit Vlerësimit të Ofertave. Nuk duhet ta bënte, ne diskutuam edhe më herët që
ministrja nuk duhet i kishte këto kontakte të paktën sipas fakut, sepse kompromenton fituesin e tenderit. Në një tender, të gjithë fituesit do duhet të jenë të barabartë, në pozita të barabarta, të trajtohen si të tillë dhe gjithë garuesit dhe fituesit do duhet të jetë ai që ka ofertën më të mirë, qoftë financiare, po qoftë edhe teknike dhe që plotson kushtet. Pyetje, pse e ka bërë zonja Balluku këtë? Çfarë përfiton ajo? Kjo pastaj është e paqartë Kjo është një pyetje që në fakt prokuroria e posaçme do duhet t'i japë përgjigje, zoti Qafoku. Do duhet t'i japë përgjigje, sepse do duhet të evidentoj dëmin që është bërë në qoftë se ka sipas prokurorisë së posaçme buxheti shtetit. Po pra, se ka një klauzulë në një hetim, pasoja kush është? Po. Dhe në rastin konkret do duhet të them dhe këtë që hetimi nuk ka mbaruar, duhet ta përsëris këtë gjë se shumë e rëndësishme për mendimin tim. Edhe prokuroria e posaçme thotë në dosje që ne kemi ngritur akuzat për shkak sepse kjo akuzë nëse nuk do ta ngrinim në këtë moment do ishte parashkruar, por hetimet vazhdojnë dhe për rrethana të tjera apo për detaje të tjera. Kujtojmë që edhe akuza mund të ndryshojë. Mund të jetë shkelje barazisë në tendera, mund të jetë ndikim i palishëm. Deri tani zonja Balluku ka akuzën vetëm shpërdorim detyre. Jo, deri tani zonja Balluku është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Më fal, për shkelje të barazisë në tendera, vetëm këtu jemi. Vetëm këtu jemi deri në këto momente, sepse do duhet të ngrihej si akuzë për shkak sepse parashkruhej. Nëse kjo akuzë vërtetohet në gjykata, do të bind gjykatën, çfarë rrezikon zonja Balluku? Tani, dënimi që kjo akuzë ka është deri në 5 vite burgim, por thash, nëse doni mendimin tim, unë mendoj që akuza mund të rikualifikohet në të ardhmen. Është një akuzë që në rastin konkret nuk është marrë parasysh dëmi i shkaktuar, që është ai 30 milion euro plus minus që flitet, apo përfitimi në rastin konkret nëse SPAK do arrit ta vërtetoj nëse ndikimi ka qenë shkelja e barazisë në tender, ka qenë ta themi kështu në gjuhën popullore thjesht sepse unë kam patur një preferencë apo pas kësaj qëndron një interes i caktuar. Kujtim, diçka, nëse me intuitën tënde prej gazetari që ke përvojë tashmë dhe me atë që kupton, sepse ti e the edhe në fillim që kjo është vetëm një pjesë e dosjes dhe nuk kemi të dhëna për hetime të tjera që prokuroria mund të ketë bërë, mund mos ketë bërë, këtë se dim ne, si e shikon pozitën juridike të zonjës Balluku? E shikon që ajo mund të rëndohet apo mund të lehtësohet? Shikoni, zoti Qafoku, duke patur parasysh faktin që jemi ende në hetime paraprake, duke pasur parasysh faktin që vetë SPAK në njoftimin e parë që ka bërë për këtë çështje ditën kur ka marrë të pandehur zonjën Balluku e thotë që kjo akuzë është vetëm për njërin prej procedurave prokuruese, që do të thotë tenderat të tjerë janë në hetime sipër, duke pasur parasysh faktin që për momentin kemi një akuzë të artikuluar dhe SPAK nuk ka thënë që do shkoj shpejt në gjykata apo të përfundoj hetimet, kështu që unë mendoj që mund të ketë në të ardhmen një rëndim, ashtu siç teorikisht ekziston edhe mundësia që çështja të mbyllet, por që duhet parë hap pas hapi sepse tenderat në sit nga prokuroria e posaçme janë disa. Tani, më ka bërë shumë përshtypje, ju punoni në një televizion që puna cilë jeni të nderuar për punën që bëni dhe keni nxjerrë plot lajme dhe investigime, po sidomos lajme të fundit, breaking news që themi në gjuhën ndërkombëtare. Si ka mundësi kujtim që lajmin për zonjën Balluku e ka nxjerrë Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar dhe nënkryetari i Partisë Demokratike. Dhe unë me humor them, gazetari më i mirë për çështjen Balluku i Kronikës Zezë është Gazmend Bardhi. Tani ç'a ndodhi aty tani? Se ka nxjerrë 3 statuse, unë i kam parë me shumë kujdes, dhe të 3 statuset nuk kanë asnjë gabim parashikim, ose në saktë në njoftim, jo parashikim.
Tani, duket qartë që zoti Bardhi ka i ka rënë dosja në dorë që një ditë para se ta binte ne, kështu që Jo, të lutem. Dosja në dorë, kjo thua ti që kanë sot gjithë gazetarët. Po mirë tani këtë ta çarmatosun këtë argument. Pse? Sepse ai i tha, nesër zonja Balluku nuk do shkojë në prokurori, një ditë tha do jetë në Zvicër, një ditë tha do jetë në Bullgari, një ditë tha do është kërcënuar, domethënë këto nuk janë çështje të dosjes. Ne kuptova. Po, është e vërtetë. Edhe ishin fiks. Po, një informacion. Çuditërisht se Gazmet Bardhi nuk është mbajtur për parashikime, domethënë kështu se ti ishte ashtu, nuk do t'i vinin punët çorap Lulzim Bashës o kujtim. Po ti ishte kaq precize, kaq i saktë. Mirë, në rastin konkret duket se ka patur një burim të rëndësishëm, siç duket, por duhet kuptojmë një gjë që është njoftuar në atë kohë nga opozita që e ka thënë e para, po pastaj është vërtetuar dhe nga gazetar, që zonja Balluku ishte thirrur dhe vetë s'pa. Po pra, domethënë ti e konfirmon që lajmin i parë i dha Gazmet Bardhi, jo gazetarët. Po, lajmin që zonja Balluku ishte thirrur dhe ishte thënë që do duhet të paraqiten në SPAK me praninë e avokatit, ka dalë fillimisht nga burimin pranë opozitës. Nuk jam shumë i qartë tani nëse Gazmet Bardhi e ka publikuar apo jo, por kujtim e di pse ta them këtë, se tani ne gazetarët kemi qef tani të jemi ne, por në këtë rast Gazmet Bardhi thashun, mund ta shkruash aty bile që në këtë rast u tregua gazetari më i mirë i Kronikës Zezë. Se këtu s'ka nevojë për investigim, se nuk quhesh investigator kur ti merr një informacion. Ti je thjesht një reporter, dhe reporter është status i lartë. Unë në gjithë karrierën time, kujtim, momentet më të bukura dhe më vlerësuese për veten time i kam kur isha reporter. Dhe kjo është, po jo investigim tani, se nuk ka bërë investigim nga Gazmet Bardhi. Ai tha, do ndodhi kjo, do ndodhi kjo, do ndodhi kjo, ka ndodhur kjo, kaq. Megjithatë, duhet kuptojmë që ata akuzuan edhe për presion ndaj prokurorit, për refuzim nga ana e zonjës Balluku për t'u paraqitur, ndërkohë që kjo pastaj u përgënjeshtrua nga SPAK-u, i cili tha që kemi patur një komunikim me ministrin, e kemi thirrur që të vinte në datë ditën e hënë, na komunikoi që nuk mundej sepse kishte një udhtim jashtë dhe u la dita e premte në orën 15, ku dhe zonja Balluku u paraqit. Do më thënë, Bardhi e kishte informacionin, por normalisht interpretimin pastaj e kishte. Kujtim, tani, këto janë teknikalitetet të avokatëve që ne i dim tani. Është gjëja më normale, kur dikush thirret jo një ministër, dhe zëvendës kryeministja, por edhe njëri i thjesht, një qytetar i thjesht, pa ndonjë status publik, që i kërkon prokuria filan datë të vijë, ai ka të drejtë ligjërisht që atë datë, atë ditë, atë orë nuk mundem, për një arsye shëndetësore, udhtim, më thoni jam i gatshëm për një ditë tjetër që ta koordinojmë bashkë. Është e drejtë çdo kujt dhe këtu zonja Balluku nuk ka ndonjë gabim në kuptimin juridik. Moral mund thuash që ai ishte udhtimi në Zvicër më i rëndësishëm, ai i trenave se sa thirrja në SPAK, çdo kush do thotë që çdo angazhim dhe impenjim tjetër nuk vlen kur të thret SPAK-u, të ka thirrur shteti, sepse SPAK-u çfarë është prokuria në emër të shtetit. Megjithatë, edhe procedura i një të tilla rrethana, në rrethana të tilla prokuroria është e detyruar të njoftojë personin të cilit do t'i komunikojë një akuzë apo do ta marrë pyetje si person në dieni të një krimi të caktuar apo jo, deri në 3 herë, derisa shikojnë një lloj mosvullneti dhe megjithatë në rastin konkret vonesa ka qenë prej 5 ditësh nëse jam i qartë. Po, nga e hëna në të premten. Tani, kujtim, ke shkuar në një nga tuneli Llogarasti? Po, kam kaluar. Sa herë? Po, një herë vetëm kam kaluar. Një herë vajtje dhe ardhja, apo vetëm vajtje? Vajtja ardhja. Si të shdukur ty, apo të pyes si një qytetar, jo si gazetar, si të shdukur tuneli?
Po, shiko, vepra të tilla infrastrukturore janë të rëndësishme, kuptojmë, dhe zgjidhin shumë, sidomos në një vend si ne që infrastruktura nuk është se ka pikën e saj më të fortë, po mirë, zgjidh, e liron qarkullimin, e lehtëson. Se kuptoj pyetjen. Vetëm ajo më bën përshtypje, ai ajri i rënduar. Nuk e kam vënë re këtë gjë, të them të drejtën. Ndoshta ajo, se nuk funksiononin të dy, besoj. Nga që akoma nuk ishte përfunduar. Ndoshta ishte kjo. Tani, si e parashikon ti statusin juridik të zonjës Balluku në këtë situatë tani? Në këtë situatë. Tani, shikoni, se ne jemi reporter, jemi gazetar dhe ajo që kemi për detyrë të bëjmë është të raportojmë mbi atë që kemi, ato informacione që kemi. Unë e thash dhe njëherë tjetër, dosja është ende në hetim, është në hetime paraprake, edhe vetë SPAK e ka thënë, ai ka marrë disa dosje, disa tendera, disa prokurime të tjera të cilat janë në hetim. Statusi juridik, në qoftë se më pyesni mua çfarë do duhet ndodha, do duhet kishte një masë sigurie për zonjën Balluku, a duhet ishte ajo zëvendës kryeministre apo ministre teksa po hetohet nga SPAK? I bëre vetë pyetje. Po, nëse kjo është qëllimi i pyetjeve, unë mendoj sa i përket masave të sigurisë, ne kemi pak problem, kemi një problem këtë pjesën e masave të sigurisë të tepruara, të them të drejtën. Por, sa i përket çështjes së dorëheqjes, unë mendoj që duhet bërë një kulturë në Shqipëri që në momentin që një zyrtar kaq i lartë, në rastin konkret po flasim për numrin 2 të qeverisë, merret i pandehur zyrtarisht nga prokuroria, do duhet të përballet me drejtësinë pa një pozicion zyrtar. Unë mendoj që dorëheqja do duhet të ishte zgjidhja ashtu siç ndodh në të gjithë Evropën. Një zyrtar kaq i lartë me drejtësinë do duhet të përballet vetë dhe jo me, nëse mund ta themi kështu, aureolën që i jep pozicioni i qeverisës. Kujtoj këtu që në zonjën Balluku apo çdo tjetër zyrtar të lartë i paguajnë, taksa paguesit shqiptar i paguajnë për të bërë detyrën dhe në momentin që ato kanë një siklet kaq të masa që është të jesh i pandehur nga shteti, nga prokuroria, do duhet të merren me këtë siklet pa qenë ministra, deputet apo zyrtar tjetër të lartë. Mund të shkojë, mund të japi prokuroria, mund të dërgojë në parlament kërkesën për heqjen e imunitetit? Në këtë fazë duket që jo. Kujtoj që për të marrë lejen e parlamentit prokuroria do duhet kishte në mendje të merrte masa të tilla sigurimi si arrest në shtëpi, kontroll personal që shoqërohet me masën e sigurisë apo dhe arrest me burg. Në këto momente duket që jo. Prokuroria është mjaftuar thjesht me komunikimin e statusit të pandehurit. Në një diçka tjetër morale, ju keni drejt kur thoni ajo duhet t'japi dorëheqjen, sepse kjo është kultura më normale, më minimale që bën një zyrtar, për më tepër që është numri 2 i qeverisë, që kur ke një çështje me drejtsinë jep dorëheqjen dhe je i lirë, dhe kjo e bën e lartëson figurën. Ne nuk e shikojmë këtë, sepse zonja Balluku ka dhënë shenja që nuk jep dorëheqjen. Vetë postimet e saj në Facebook tregojnë që ajo është stoike, jam këtu, thot. Zoti Rama e ka lëshuar zonjën Balluku? Shenjat nuk janë aq të qarta sa të mund të themi një. Po pse nuk janë të qarta? Ti je gazetar i vëmendshëm, se ato fotot te ceremonia e varrimit të Fatostanos shkonin deri te afër Ballukut dhe s'kishte më pastaj. S'kisha asnjë foto. Domethënë, argumenti im është, unë kam bërë një verifikim kujtim. Zonja Balluku ka një foto me zotin Rama në faqen e saj të fundit në 17 shtator. Zoti Rama ka një foto me zonjën Balluku të fundit në 17 korrik. Përveç se ditës dekretimit që duhet ke qenë datën 9, mos gaboj, në president që ajo është polifoto, nuk është foto e Ramës me Ballukun. Tani, kjo që bëra pyetje unë, konfirmohet apo jo nga ty?
Tani, zoti Qafoku, kryeministri i Republikës Shqipërisë me kushtetut, me ligj, i ka të gjitha fuqitë kushtetuese dhe ligjore që të vendosi vetë për përbërjen e kabinetit të tij qeveritar. Kështu që nuk ka pse të luaj me këto mesazhe të fshehta, jo fotoja, Se ti si ke vënë re ti këto, ë? Jo, janë vënë re, por unë mendoj që kryeministri ka të gjitha fuqitë që të vendosi vetë përbërjen e qeverisë dhe mund t'ja kërkoj zonjës Balluku. Nuk besoj se zonja Balluku do ta pyetja ime është, a është kjo një shenjë përgatitje që zoti Rama po e lëshon zonjën Balluku? Tani, shikoni, zoti Rama, përveç në rastin e zotit Veliaj, në fakt, në javët e para pas arrestimit të zotit Veliaj, përgjithsisht këtë sjellje ka patur me të gjithë ministrat e vet, të cilët janë marrë të pandehur. Jo, kujtim se ti je gazetar me përvojë tani, për zotin Tahiri të kujtohet besoj se çfarë bëri. Po, për zotin Tahiri që ka qenë një ndër të parët ka patur një lloj rezistence, por unë po flas për raste që kanë ndodhur më vonë. Kemi rastin e zotit Beqaj, rastin e zotit Koka, rastin e zotit Ametaj. Janë disa ministra që kanë patur statusin. Jo, zotin Ametaj e hoqi më përpara se të kishte punë me drejtësi. Po, me zotin Ametaj ka ndodhur kështu, por ta thash, për mua këto mund të interpretohen, lën hapësira për interpretim, por që për mua zoti Rama, në qoftë se do e mendonte seriozisht që zonja Balluku nuk duhet të ishte më pjesë e kabinetit të tij për shkak të kësaj, mjafton t'i kërkoj dorëheqjen dhe unë nuk besoj se ajo do t'i sillte ndonjë pengesë. Për ty duhet t'i kërkoj dorëheqjen? Për mua po, me thash. Për mua duhet t'jetë. Nuk ishte sot parlament zonja Balluku? Jo, nuk ishte. Nuk ishte edhe pse opozita në fakt normalisht kam përshtypjen që do ta bëj kalin e betejës të kësaj seance. Ne jemi në këtë ajo opozita është shfaqur me pankarta dhe e ka interpretuar në seancë gjatë gjithë kohës duke folur për Ballukun. Sigurisht kjo është një çështje që pritej që të merrte vëmendjen shumë të madhe në seancë edhe të debatit. Kujtim, për ta mbyllur kam një argument. Tani, zonja Balluku ka qenë rivale me zotin Veliaj, rival politik, po themi, për atë që quhet pasardhësi i zotit Rama për të drejtuar Partinë Socialiste, ose për të qenë numri 2 më i përshtetshëm në Partinë Socialiste. Tani të dy këta janë përballë drejtësisë, janë drejtësi. Zoti Veliaj është në qeli dhe zonja Balluku është e marrë e pandehur. Tani, si e shikon këtë moment që të dy ata që luftuan me njëri tjetrin politikisht, sot janë të dy personazhe të drejtësisë? Po, shikoni. Po, është vërtet ky rivaliteti që madje interesant ishte dhe ajo deklarata e zotit Berisha ditë më herët, kur u pyet nëse do kishte protesta para Ministrisë së Infrastrukturës për të kërkuar dorëheqjen e zonjës Balluku. Ai tha që nuk do kemi protesta, tha, sepse pastaj na ndërhyjnë socialistët dhe latë nënkuptoi që jo latë nënkuptoi, po e tha qartë që gjatë protestave që ishin bërë për 44 javë, në mos gaboj me shifrën, para Bashkisë Tiranës nga Partia Demokratike dhe nga Belind Klliçi, zonja Balluku kishte kontribuar, kishte ndërhyrë me njerëzit e saj, tha Berisha. Kështu që kjo është interesante, tani ai fakti që janë të pandehur. Emra të rëndësishëm janë marrë pandehur dhe tash të them të jemi sinqert, duke pasur parasysh këtë rol të rëndësishëm të prokurisë posaçme, nuk mund të mos shpreh një lloj kënaqësie, jo se personazhet që ju cituat janë marrë të pandehur apo janë në burg, po, për duke një lloj kënaqësie që më në fund pandëshkueshmëria në këtë vend duket se po luhatet. Kujtim, për ty personalisht, keni vlerësime të veçanta për zotin Veliaj dhe zonjën Balluku? Jo, nuk mund të shprehem për vlerësime të veçanta. Për mua, ata kanë qenë zyrtar të lartë. Unë i kam lexuar të dyja dosjet, me thënë drejtën.
kjo dosja e Ballukut është ende në hetim, ajo e Veliajt është çuar në gjykat. Tani, ashtu si thash dhe për zonjën Balluku që do duhet të paraqitej para drejtësisë, jo si ministre, mund ta them dhe për zotin Veliaj, që do duhet të paraqitej pa pozicionin e kryebashkiakut, por në rastin konkret pushteti vendor është pak më delikat, nëse mund ta themi kështu, sepse është i zgjedhur drejt për drejt. Kujtoj zoti Qafoku që kryetarët e bashkive janë të vetmit individ që populli shqiptar zgjedh në mënyrë të drejtë për drejtë, një demokraci e drejtë për drejtë, dhe sepse të gjithë të tjerët i kemi, nëse mund ta themi kështu, me përfaqësim. A është kërcënuar prokurori i zonjës Balluku? Dhe një herë lutem? A është kërcënuar prokurori i zonjës Balluku, Dritan Prençi? Po tani, fakti është që prokurori i SPAK, drejtuesi i SPAK, Dumani, e ka thënë jo vetëm në kuvend, në raportimin e tij, por e ka thënë dhe në intervista televizive që jo, nuk ka marrë një informacion nga Premçi që është kërcënuar. Burimet tona gazetareske thonë që për prokurorin masat e sigurisë janë shtuar. Atëherë kur janë shtuar? Kur janë shtuar masat? Shtimi i masave të sigurisë lë të nënkuptohet që ka patur rrethana të tilla që kanë bërë të detyrueshme shtimin e masave të sigurimit të prokurorit. Janë shtuar garantistët. Kujtim, unë të falenderoj për këtë bisedë. Falenderoj për analizën shtëruese të fakteve që janë në dosje, por edhe për ato që ju parashikuat ose dhatë për çështjen e zonjës Balluku. Ne në fakt do kemi vetëm një ndërprerje shumë të shkurtër, do kthehemi sërish për të thënë mirupafshim, kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit edhe njëri institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. Kujtim, besoj ende në linjë. Po. Edhe një herë unë të falenderoj për bisedën, edhe për analizën shtëruese, siç e thash edhe një herë më lart. Ishte diçka shumë e këndshme dhe sqaruese për gjithë ato detajet që janë të pasqyruara në dosje. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.